Sot me një ceremoni përkujtimore u nderua 82 vjetori 16 prillit 1943, dita kur u doq Kolonja nga fashistët gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare. Pushtuesit u përpoqën të dignin shpirtin kolonjar që kërkonte liri, por nuk ja dolën, pasi mbi 15 partizan u radhitën me armë në krah me Ushtrinë Nacional Çlirimtare dhe 3 prej tyre Vasil Bozo, Petri Bozo e Nako Bozo ranë dëshmor. Pushteti lokal, veteran dhe pasardhës të Lançit dhe banor të Kolonjës morën pjesë në këtë ceremoni që u organizua në Kolonjë. Ju përshëndes në emër të Komitetit Veteranëve dhe Pasardhëve të Lançit Bashkia Lushnjë për organizimin e kësaj ceremonie për të kujtuar 82 vjetorin e djegjes Kolonjës më 16 prill 43 nga fashistët italian dhe forcat balliste të Isatoskës. Ky ishte një sulm i egër mizor ndaj forcave partizane myzeqes dhe banorëve të Kolonjës. Luftimet dhe aksionet e zhvilluara nga çeta e parë partizane që u krijua më 26 dhjetor 42 në këtë fshat, kundër ushtrisë fashiste e dislokuar në Libovsh, si dhe bandës së Isatoskës në zonën e Roskovesit, alarmuan forcat pushtuese, sidomos komandën e korporatës së 4 me qendër në Fier, kështu që më 16 prill 43 në mëngjes pararoja ushtrisë italiane të ndihmuar edhe nga ballistët e Isatoskës sulmojnë Kolonjën, duke bërë repreziale e tortura ndaj banorëve e grave fëmijëve dhe duke vrarë njerëz të pafajshëm si Vasil Bozo. Në këtë 82 vjetor të djegjes së Kolonjës dhe heroike nderojmë të gjithë ata trimat të kësaj Kolonje që dhanë jetën në këtë masakër të pabesë të forcave tradhtare, me respekt të veçantë për uljen e para këtyre bijve të popullit Kolonjës si Vasil Bozo, Pasha Zoto, Petro Bozo dhe Xhemil Muharremi. Respektojmë veprën e dëshmorëve dhe e transmetojmë atë tek brezat e rinj, tha kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa. Edhe sot, në këtë 82 vjetor, ne jemi këtu për të kujtuar atë ngjarje që ndodhi për djegjen e Kolonjës, jemi këtu për të respektuar veprën e atyre që dhanë jetën, por edhe ta transmetojmë këtë histori te brezat e rinj. Nga vdi dëshmorëve të Kolonjës që dhanë jetën për çlirimin e Kolonjës, por edhe të gjithë Lushnjës dhe nderime për popullin e nderuar të Kolonjës.